Pas plot një muaj sakrifice, lutjesh e adhurimi ndaj Zotit, besimtarët musliman presin festën e Fitër Bajramit. Të gjithë besimtarët musliman mbartin në zemrat e tyre shpresën se Zoti i Madhëruar ka pranuar agjërimin, namazet, lutjet dhe duat, leximin e Kuranit, si edhe netët e kaluara me adhurime për kushtim, vetëm për hir të Tij. Bajrami është simboli i paqes, i gëzimit, i harmonisë, i qetësisë shpirtërore, momenti i lartësimit të Allahut dhe koha e shpresës së arritjes së kënaqësisë së Krijuesit, që është edhe qëllimi final për çdo besimtar. Me rastin e ardhjes së festës së Fitër Bajramit, Fondacioni i Rinisë Islame i Zvicrës ka nisur shpërndarjen e ndihmave për njerëzit në nevojë në Trojës shqiptare. Nën kujdesin e kryetarit të FRI-së Zotit Lulzim Lecaj dhe koordinatorit të realizimit të projekteve Zotit Sulejman Rustemi, ka nisur zbatimi i projektit për shpërndarjen e ndihmave për të varfrit me rastin e festës së Fitër Bajramit. Projekti i FRI-së nisi nga qyteti Tetovës, aty ku shumë familje nevojtare përfituan nga ndihma të shumta. Familje të tëra u bën pjesë e këtij projekti, duke përfituar nga ndihmat e dhëna nga bashkëdetarët që jetojnë në Zvicër, menaxhuar dhe shpërndar nga FRI. Ma thoni një fjalë për televizionin tanë. Po sikur se edhe çdo herë shoqata kulturore humanitare Drita nga Tetova, në bashkëpunim me Fondacionin e Rinisë Islame nga Zvicra, nuk e harroj bashkinë lokale Teqe nga Tetova. Një përshëndetje për Zoti ka vujë të u boje. Zoti kitë merë, Zoti gjylet në të u bot. Qa jo, faleminderit shumë. Ju faleminderoj për të mirat që keni vendosur për muajin e shenjtë Ramazan. Ju faleminderit ju qoftë për gjithmonë. shikuesit me që e morë kuti. Po faleminderit që na ndihmojni që kështu pak ndihma për tash për Bajram. Kena. Faleminderit. Falenderojmë Fondacionin e Rinisë Islame në Zvicër që na bëni të mundshëm këtë muaj Ramazani, këtë muaj të bekuar, që të shpërndajmë pak më ushqim për njerëzit të nevojshëm. Tani këtu jemi në Tetovë, duke shpërnda pak ushqimore të muajit Ramazanit apo stëvat. Tani jemi edhe afër Bajramit, kështu që këta të kenë mundësi edhe këta ta festojnë Bajramin ashtu siç duhet, me këto ndihmat e donatorëve tonë apo antarëve të cilët kanë kontribuar në këtë drejtim. Falenderojmë të gjithë edhe bashkëorganizatorët këtu në Tetovë që ne kanë mundësuar këtë organizim bashkërisht apo. Angazhimi i FRI-së në shpërndarjen e ndihmave të dhëna nga bashkëdhetarët ushtri edhe në qytetin e Preshevës dhe Gjilanit. Në të dyja këto qytete u shpërndan pako me ndihma ushqimore për familjet nevojtare. Kryetari i Fondacionit të Rinisë Islame Zoti Lulzim Lecaj, gjatë realizimit të projektit, theksoi se me anë të këtij projekti humanitar, financuar nga shqiptarët e Zvicrës dhe mbështetur nga Fondacioni i Rinisë Islame, synohet që të zbutet varfëria për këto familje. Sado e vogël që të jetë, ndihma për nevojtarët është një vepër e mirë, të cilën ai shprehet se po e realizojnë me shumë dëshirë, vullnet dhe besim. Kjo ndihmë për bashkëdetarët tanë nevojtar, që përkon edhe me festën e Fitër Bajramit, realizohet edhe për të mbushur sadopak tryezën e tyre në këto ditë të mëdha, u shpreh Zoti Lecaj. Në fjalën e tij, Lulzim Lecaj nuk la pa falenderuar edhe kontribuesit e këtij projekti, që sipas tij, pa ndihmat e tyre, ky projekt vështirë se do të realizohej. Ndalesa e radhës nga Fondacioni i Rinisë Islame i Zvicrës me rastin e festës së Fitër Bajramit u bë Podujeva, Fushë Kosova dhe Skënderaj për të realizuar projektin e shpërndarjes së ndihmave ushqimore. Ashtu si edhe shumë qytete të tjera, edhe Podujeva, Fushë Kosova dhe Skënderaj kanë një popull me një ekonomi jo të mirë. Në festën e Fitër Bajramit, të gjithë njerëzit duhet të festojnë me një sofër të mbushur plot. Por gjendja ekonomike e shumë familjeve nuk e mundëson këtë gjë. Ajo çka çdo kush duhet të bëjë në këtë ditë të shenjtë për çdo musliman, është që të kontribuojë nga kursimet e tyre për t'ju ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Grupi i shpërndarës i FRI-së me në krye Zotin Lulzim Lecaj dhe koordinatorin e realizimit të projekteve Zotin Sulejman Rustemi, në procesin e vazhdimit të projektit të ndihmave me rastin e festës së Fitër Bajramit, u ndalën edhe në Fushë Kosovë, ku takuan dhe shpërndan ndihmat ushqimore tek njerëz me vuajtje dhe halle të mëdha. Por krenaria e tyre nuk i lejonte të dilnin në rrugë për të lypur një kafshat, mirë po bëjnë durim në vuajtjet dhe mundimet e tyre. Faleminderit për adhetarët tonë që janë Zvicër, Allah i shpërblet ata ku janë
që na kanë ndihmu për ndihma. Allah ju shpërblet që na keni mua, faleminderit me ditën e sotit. Ju falenderoj, Allah ju shpërblet për këtë ndihmë. Koordinatori i realizimit të projektit Zoti Sulejman Rustemi, në fjalën e tij, thotë se sot më shumë se kurrë jam i bindur se gjithë secili që nxjerr prej xhepit të tij një vlerë monetare për t'ia dhënë lypsave në çdo skut publike, mos ta bëj këtë gabim, por të gjurmoj njerëz që vuajnë vërtet për kafshatën e bukës. Projekti vazhdoi shtrirjen e tij edhe në Fushë Kosovë, teksa këtë herë u ndal edhe në lagjen e komunitetit egjiptian të Kosovës, ku dhuruan ndihmat ushqimore me rastin e festës së Fitër Bajramit. Edhe për këtë komunitet që për hir të së vërtetës është i konsiderueshëm në numër, i diskriminuar nga pjesa tjetër e shoqërisë dhe me probleme të mëdha financiare, FRI mendoi t'i gëzojë në këto ditë të mëdha. Pasi përfundoi në Fushë Kosovë, projekti ju drejtua një tjetër qyteti, Skënderajt. Në këtë qytet FRI mendoi të ndihmojë fëmijët jetim, të varfrit dhe familjet e dëshmorëve. Familje të shumta përfituan nga ky projekt, i cili ju mundësoi atyre një tryezë më të mbushur, qoftë edhe për një ditë. Kryetari i FRI-së Zoti Lulzim Leca i tha pas shpërndarjes së ndihmave se me anë të këtij projekti kemi synuar të zbusim sadopak problemin e varfërisë tek bashkëdhetarët tanë, ndërsa premtoi se ai do të vazhdojë edhe në qytete të tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unë nga këtu, nga Skënderaj, drejtohem gjithë teleshikuesve, po edhe donatorëve të cilët neve na kanë ndihmuar vazhdimisht në realizimin e këtij projekti dhe projekte shumë tjera të cilët janë në ndihmë të vendasve tonë këtu në Kosovë. Në fakt, ne që sa vite me radhë i bjen që parafësisht që 13 vite vazhdimisht me ndihmën tuaj kemi realizuar projekte si ky në muajin e Ramazanit. Përveç kësaj, ne këtu në Skënderaj shohëm ende si sta edhe hoxha njerëz të varfër, është një tmerr, por jo vetëm këtu, kemi pa edhe në vende tjera, si rasti i Podujevës, që konsiderohet si në fakt si një komunë më e pasur, po edhe atje kishte njerëz vërtet që jetojnë me një varfëri të skajshme që kanë nevojë për ndihmë. Edhe andaj edhe juve nga këtu ju falenderojmë dhe shpresojmë se edhe në të ardhmen gjitha projektet të cilat janë në të mirën e vendasve tonë t'i realizojmë bashkërisht, sepse pa ndihmën e juaj edhe ne s'u bëjmë kurrë si organizator. Andaj faleminderit edhe një herë për këtuajt. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I falenderoj të gjithë donatorët për kontributin që kanë dhënë për muslimanët dhe për vëllezërit e tyre të varfër që kanë nevojë për ndihmë. Bismillahirrahmanirrahim. Unë kisha në emër të popullit të Skënderajit, kisha falenderoj atë organizate që na ka Allah që ta ndihmë, inshallah ja Rabb Allah është problem me xhenet, se me vërtet ka shumë vafën Skënderaj, edhe që ka boz që kanë qelë zemrën këtë ditë muaj bekun e Ramazanit, inshallah Zoti është problem, edhe Ramazanit që kanë besu, edhe që kanë gjinue, që kanë zot vetë Zoti foli ko shumë, alhamdulillah rabbil alamin. Allah është shumë falenderoj, Allah është problem. Allah është përbleft Fondacionin e Rinisë Islame në Cyre për këtë ndihmë që ju banë skamnorëve dhe varfënarëve të Skënderajit. Ashtu siç e dini, komuna Skënderajit është prej komuna më dëmtuar gjatë luftës të fundit në Kosovë. Edhe si rrjedhoi e saj, edhe familjet e varfëra, edhe familjet e jetimëve është numër më i madh se sa komuna tjera në Kosovë. Kjo ndihmë sado ndoshta që sytë parë duket si ndihmë modeste, besoj që është një lehtësim për familjen shqiptare këtu në Skënderaj. Allah ju shpërbleft juve. Allah shpërbleft. Teleshikues të nderuar, ju flasim nga Skënderaj, nga vendi i fundit në cilin Fondacioni i Rinisë Islame këto ditë ka shpërndar ndihma për bashkëdhetarët tonë në Kosovë, në Maqedoni, në Preshevë, në Shqipëri, në Maltëzi dhe kudo që ka qenë mundësia që ne bashkarisht me televizionin dhe stafin e televizionit të gjendemi pranë njerëzve, pranë atyre njerëzve që janë nevojtarë dhe meritojnë që në këto ditë të bekuara të muajit Ramazanit dhe veçanërisht për festën e Fitër Bajramit të kenë dhe ata me çfarë të ushqehet. Natyrisht ne jemi mjaft të vetëdijshëm që me këto ndihma që ne u përpoqim në mënyrë modeste ti përçojmë dhe ti përcjellim kudo, nuk kemi arritur që të gëzojmë të gjithë ata që kanë nevojë. Mirë po, që ne kemi hasur bashkë me stafin tonë këto ditë, kemi parë që në trojet tona ka varfëri të madhe. Në trojet tona njerëzit vuajnë për çapën e bukës. Më pas,
Fondacioni i Rinisë Islame i Zvicrës në bashkëpunim me Drejtorinë për Shëndetësi dhe për Kujdesje Sociale në Vushtri shpërndan 100 pako ushqimore për familjet në nevojë, kontribut nga bashkëdhetarët shqiptar në Zvicër. Përfitues të këtij projekti ishin 100 familje në nevojë, duke përfshirë edhe 20 familje të përzgjedhura nga shoqata e të verbërve në Vushtri. Me rastin e festës Mujt Shehit Ramazanit, Fondacioni i Rinisë Islame i Zvicrës ka kontribuar me këtë organizim edhe me këtë ndihmë për banorët të cilët kanë nevojë nga komuna e Vushtrisë. Ne si Drejtoria e Shëndetësisë dhe për Kujdesje Sociale në komunën e Vushtrisë kemi mbështetur fuqishëm këtë aktivitet. I falenderojmë përzemërisht të gjithë ata të cilët kanë qenë të angazhuar në këtë projekt, për shkak se komuna e Vushtrisë ka një numër shumë të madh të familjeve të cilat janë në nevojë. Sa për informacion janë rreth 1500 familje që marrin asistencë sociale dhe kemi diku rreth 600 kërkesa që parashtërohen për ndihmë momentale dhe që në pamundësi të mjeteve buxhetore dhe në pamundësi të formave tjera të subvencionimit tyre jemi në krizë që të gjenim këtyre familje në nevojë. Prandaj ky fondacion që ka bërë këtë organizim sot dhe me gjithë të ndihmat të cilat janë shumë të mirësone për banorët e komunës së Vushtrisë, konsideroj që është një prej punëve më të mira dhe më të mëdha që e kanë bërë bamirësit dhe gjithë organizatorët e këtij projekti. Kush do të ishte mesazhi juaj për bashkëdhetarët tanë në Zvicër? Mesazhi joni është për bashkëdhetarët tonë është që sa do pak atë sa keni mundësi që t'ja vllojnë në mbështetje këtyre personave të verbët, që sa do pak të qesëm dritë, atë sa keni mundësi. Faleminderit për sa zotë dosh, ne i rrit. Po këtë rezultatet. Në Zvicër i faleminderoj, i shpërndani, Allah i shpërbleft. Koordinatori i realizimit të këtij projekti, zoti Sulejman Rustemi, në fjalën e tij, dha një kompliment për banorët e Vushtrisë, për qytetarinë e lartë të treguar gjatë shpërndarjes dhe organizimin e mirë nga imami i xhamisë, vëllai dhe kolegu im, Halil Avduli, dhe zotin Abdullah Kliflaku, përfaqësuesin e shoqatave lokale bashkëpunuese në zbatimin dhe përzgjedhjen e individëve me të vërtet nevojtar në realizimin sa më të plotë të këtij projekti. Bismillahirrahmanirrahim, në emrin tim dhe gjithë këtij populli falenderojmë për këtë ndihmë. I përshëndes gjithë vëllezërit në diasporë, është fjala për sidomos për ata që janë në Zvicër. Ajo që po na bën gjithëve të lumtur është se në këtë Ramazan vërtet është një fluks i madh i ndihmave. Dhe ajo që është më e mira se ndihmat janë prej bashkëdhetarëve, nuk janë më ndihmat nga çarqet e huaja, domethënë është thjesht një vedi, është një ngritje e vedijes në popullin tonë, kur secili don minimu vllaut, mikut dhe dashamirët. Dash Zotu që kjo vedi të jetë e vazhdueshme, sigurisht Ramazani pak po na i zbut zemrat. Dhania është më e madhe, po inshallah don Zoti që të jemi të vazhdueshëm në dhanje. Projekti i shpërndarjes së ndihmave nga ana e Fondacionit të Rinisë Islame të Zvicrës, realizuar në Trojes Shqiptare, ishte një kontribut i bashkëdhetarëve që jetojnë në Zvicër. Për të disatin vit radhazi, projekti u organizua dhe u realizua edhe këtë vit, me qëllimin e vetëm ndihmën e bashkëdhetarëve nevojtarë që jetojnë në Maqedoni, Kosovë, Serbi dhe Shqipëri. Projekti i realizuar nga FRI me rastin e festës së Fitër Bajramit u ndoq nga vetë drejtuesit e fondacionit, ndërsa qëllimi i realizimit të tij u arrit pasi ai trokiti në shumë dyert të varfra familjare dhe mbushi shumë tryeza të boshatisura. Inshallah, projekte të tjera humanitare do të organizohen çdo vit. Ky ishte mesazhi i fundit që dhan drejtuesit e FRI-s, i lën porosi edhe prej kontribuesve të këtij projekti. Teleshikues të nderuar, këtu erdhi fundi i reportazhit ton për aktivitetin e Ramazanit të vitit 2015. Natyrisht fjalët tona mund të jenë të shumta, mirë po ne do ta mbyllim me një fjalë të lartë, me një fjalë e cila i vlen gjithsecilit prej nesh. Zoti ju shpërbleft, Zoti ndihmoft gjithsecilin prej jush që ka kontribuar që sot dhe këto ditë të kaluara ne kemi qenë dhe kemi sjell emanetin tuaj në trojet tona. Zoti ju bashkoft me të mira, Zoti ju dhëm të lumturi në familjet e juaja, ruajt fëmijët e juaj dhe ju dhëm të lumturi të vazhdueshme në shtëpitë dhe në jetën tuaj të përditshme. Ju mirpresim dhe që të vazhdojmë të bashkëpunojmë bashkë siç kemi bashkëpunuar deri tani. Deri atëherë, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.